Përshëndetje për të gjithë ju miqtë e mi dhe konkretisht përshëndetje për fansat e Selimbos. Në këtë video do të fokusohem pikërisht tek fansat e Selimbos, tek Selimbo, tek Gimbo dhe Selina. Një çift i cili që në Big Brother na ka bërë për vete, ishi një çift shumë fëminor, shumë me energji pozitive, shumë të lumtur me njëri tjetrin, shumë me dashuri që në fakt na bënin të gjithëve që të mbërthemi për ekrani dhe t'i shohim, t'i duartërkasim dhe t'i duam. Ka patur komente të ndryshme për këtë çift. Ditën e djeshme dhe 2 ditë me radh ju keni parë në rrjetet sociale video të ndryshme nga një fest shumë e madhe që Greta përzjodhi të bën për ditëlindjen e saj, ku kishte të ftuar miq, familjar, dashamirë. Kundërto ishte edhe familja me patjetër e DJ Onës, një djalë i mrekullueshëm që në të vërtet çdo vajzë uron ta ketë dhëndër DJ Onën, apo burr apo çdo nën uron ta ketë dhëndër. Ë Pyetjet që lindën pasi e panë që zotëri Toni, babai i Selinës, ka ardhur, ishin këto pyetja do të kemi një dasëm, por më pas lindi fakti pse Gimbo nuk ishte në natën kryesore të ditëlindjes të Gretës, mos ka ndodhur ndonjë gjë, bla bla bla. Tani ju e dini shumë bukur që Gimbo me datën 10, pikërisht në natën kur Greta e kishte festën e madhe, Gimbo ishte në koncert me Gjestin dhe kishte mbrëmje me Gjestin dhe duheshte me patjetër që të jetë në koncert. Dhe jo më kot Gimbo ishte një natë më parë në surprizën kur ja bën Gretës në shtëpi që ishte dhe Shëndriti, që ishte dhe DJ Ono, që ishte dhe Gimbo dhe të gjithë. Domethënë Gimbo nuk ishte shkaku sepse kishte koncert, jo se ka diçka personale mes Gimbos edhe Selin. E dyta, a do të kemi një dasëm? Unë mendoj që me ardhjen e babait të Selinës, fillimisht një herë çifti do ta zyrtarizoj pak më shumë këtë marrëdhënie. Për një dasëm, mendoj që dasma e do kohën e vet, dasma e do momentin e vet, nuk mund të vendosim me një herë për të bërë një dasëm, nga që dasma do muaj, do pregaditje, do veshje, do gjithçka dhe nuk është e lehtë që të bëhet kjo dasëm. Por gjithsesi, do me thënë, gjithsesi, unë e shoh që mund të ketë një diçka, unë e shoh që mund të ketë një energji të mirë dhe mund të na bijnë gjëra të bukura. Shpresoj me zemër që Zoti të na fal një herë forcën gjithmonë që të komentojmë këto gjëra dhe uroj që derisa është zotëria Toni në Shqipëri, që besoj do të ri deri nga shtatori, unë kështu e kam matematikën time, ndoshta edhe mund të kemi një ambient të bukur, ndoshta edhe mund të kemi një energji pozitive që edhe mund të ketë ndonjë manifestim të vogël, sepse dasëm mendoj që është shumë herë që të bëjnë çifti. Dasma është krejtësisht tjetër gjë.